Ulsimania është ky që ka lidhje me dosjen 184 të Dibrës, apo jo, ky është. Ky Mjekroshi. Pa. Ulsimania nuk e ka thënë opinionit publik për çfarë arsye vajti në burg dhe takoi në dhomat e paraburgimit Erion Velin. Përse e takoi? Erion Velia është i arrestuar, është në burg pa afat dhe është në proces hetimi. Ulsimania përse vate? Çfarë haberi i çoi? Çfarë ultimatumi i çoi nga Edi Rama? Se nuk vate kot Ulsimania atje. Ulsimania vate në kuadrin e dosjes 184. Apo sa ishte kjo e Durrësit? 399 a 300, nuk e di sa që. Pra, Ulsimania thjesht ka qenë i dërguari i Edi Ramës për t'i thënë Erion Velis, Erion Velia po fole, e di veti se është pret. E di veti se këkelen mbrapa. Se këta janë mafiozë. Nuk kam mafiozë se Edi Rama. Dhe e di pse ka fshon Gjarpri? Gjarpri ka fshon se ka frikë. Dhe Edi Rama i bën këto se ka frikë. Frikë nga se? Nga hakmarrja e qytetarëve shqiptar. Ai mendon tani ku do vej kur të lër pushtetin. Ai nuk di ku do vej. Prandaj ka bërë një kala atje në Surrel. Edhe ai e bëri me lekë e lindës. Meqense Erion Velia kishte pushtet në bashki dhe punonësit e bashkisë e konsiderojnë akoma kryetar të tyre, ai ka dërguar haber sipas logjikës time, kuptohet se unë prova nuk kam. Por në bazë të logjikës time dhe të analizës gjërave, të ngjarjeve, kam të drejtën të mendoj që ka vajtur dhe i ka dërguar ultimatumin e Edi Ramës, që po folet Piuezeza, se ke lënë ca të tjerë mbrapa. Se arsye tjetër s'ka pse të bëj, çdo ministër i drejtësisë. Se këtu janë burgosur me qindra, njerëz janë burgosur me dhjetra bashkëpunëtorë të Edi Ramës, që ky nuk dynte që hanin kumlla mbas shpinis shtëpia. Pse për Erion Velia i dërgoi Ulsimanien? Kjo i thotë të tëra, se nuk fshihet vajtja e Ulsimanjes atje. Ashtu sikur se nuk fshihet dhe përgjigja dhe reagimi i Erion Velis lidhje me ngarkimin e shkarkimin e atyre personazheve të Bashkisë Tiranës, turpe po dhe krime, sepse Edi Rama ja ka marrë bashkinë Erion Velis. Fakt, Edi Rama luftën me Erion Velin e ka filluar me prej kohësh, që kur e shkarkoi nga pozicionet në parti, nga mbështetja që kishte në parti, e tjera. Prej kohësh ju keni artikuluar tezën që Shqipëria do shkoj në qeveri teknike dhe nuk do ketë zgjedhje. Prej kohësh jam referuar fjalëve dhe intervistave të misionarit amerikan, shqiptaro-amerikan, zotit kryetarit të partisë Shpresa Demokrate, i cili në mënyrë të përsëritur, edhe javën e kaluar, të premten, ka deklaruar dhe ka thënë që në Shqipëri nuk do bëhen zgjedhjet, në Shqipëri do bëhen arrestime, do bëhet qeveria teknike dhe të nesërmen marrjes së pushtetit nga qeveria teknike, që nuk do ketë pjesëtar të PDS-PS-s, partisë punës, domethënë, atëherë do arrestohet dhe Edi Rama. Këto i keni në internet, mund t'i gjeni dhe mos harxhoni kohë të më pyesni mua se s'kam çfarë më tepër se kaq di unë sa ka thënë ai. Unë thjesht e kam përsëritur kur kam thënë kur kanë raste që jam pyetur për intervista të ndryshme, por burimi është Partia Shpresa Demokrate. E keni atje, e keni në internet. Hapni televizionin Shpresa në YouTube dhe i keni të tëra. A ka një datë ku flitet që mund ketë qeveri teknike? Po, aq sa di ti di dhe unë. Nuk kam si ta di. Nuk është thënë në një datë. Avokat, si e keni parë këtë përplasjen ose replikën në distancë të zotit Basha me kryeministrin Rama? Të kujt? Të zotit Basha me kryeministrin Rama. Po deshe mos ma thoni më se kjo është të vjen, më falë për shprehjen, po të vjen për të vjellë. Qanë të janë Karagjozlluqe, këta janë
Po është turp, more. Ore, na turproni, more, o bash, o lulush, o e drama. Po na turproni botërisht, more, me këto që bëni, more, që janë këto, more. Burra i një ju a Kastraveca, qa i një ju? Ini serios ju? Si ore vene bëjnë teatr me... Prap, ja kanë gjetur më mëndin ti populli. Edi Rama merë dajrin, edhe dapa dupa në përfshatër me fshatarët. Kryetari i qeverisë, numri 1 i qeverisë shqiptare, kryeministër. Do ishte serios, do priste njerëzit, do përcillte njerëzit, do zgjidhte probleme. Asnjë problem nuk zgjidh, asnjë qytetar nuk pret, ka mbyllur të gjitha zyrat e shtetit dhe u thot shkoni në kompjuter, gjeni i Albanian, ku është atje dhe komunikoni me i Albanian, dhe i Albania i kërkon një çështje të hap një 30 të tjera, gjysmat janë të kuptueshme, gjysmat janë të pa kuptueshme, e tjera e tjera. Për shembull, do t'u jap një informacion shqiptarëve që nuk e dinë. Këta që duan të gjejnë numrin e pronave, numrin kadastral të pronave të tyre. Dhe klikojnë te i Albania, na parashikon, dhe u del një ashtu atje një shifër që thotë shiko, provojni dhe njerë se nuk e keni mirë. Në këtë moment, shqiptarët duhet të shtypin numrin 9 dhe duhet ta provojnë prap në e para. Në qoftë se dhe me numrin 9 nuk del prap ajo që kërkojnë, do bëjnë dhe një 9 tjetër, ta bëjnë 99. Dhe në qoftë se prap nuk del, atëre të shtypin dhe një 9 tjetër, ta bëjnë 3 9, dhe atëre automatikisht u ka dalë përgjigja që kërkoni. Dhe këtë nuk u a thonë te i Albania e Edi Ramës, sepse duan të vjedhin prona si që po i vjedhin. Avokat, ditën e djeshme mediat zbuluan që të afër të familjes Haklaj kanë bërë disa denoncime kallëzime në prokurori për ngjarjen dhe kërkojnë zbardhjen e asaj ngjarje. A mendoni që mund të ketë rihapje të hetimeve për masakrën e tropojës të Haklajve? Familja Haklajve ka që nga 97 që kërkon drejtësi dhe që akuzon personalisht Sali Berishën. Kanë fakte, apo edhe prova, apo s'kan, këtë din vetëm ata, unë s'kam si ta di, por drejtësia është e detyruar që provat që nxjerrin ata, që japin ata, ose akuzën që bëjnë ata, denoncimin që bëjnë ata, ta marrë në konsiderat dhe ta vërtetoj, nëse ka faj, t'i japin atë që meriton Sali Berishës, nëse nuk ka faj, të të natyre zotëri e keni midis jush, nuk e keni me këta. Pra, duhet pa tjetër që denoncimet të analizohen një për një me hollësi, mi bazën e provave dhe të fakteve që jep pala që denoncon, se barën e provës e ka gjithmonë akuza. Ata akuzojnë, ata e kanë barën. Kanë prova, mirë, s'kanë prova, se nuk mund të gjykojmë një tani nga jashtë. Media flasin të tëra se duan, ju doni ushqim, ju doni çështje, ju doni raste, ju doni lajme. Mirë, po jo të tëra ato që ju serviren juve janë të sakta. Edhe unë për vetë time do të isha shumë i vëmendshëm në çdo lajm që jepja, që do të transmetoja, të isha në media. Ndaj i them që unë u bëjthirë edhe mediave tjera që na shikojnë. Më të kujdesshëm dhe më të përmbajtur, vërtetojni njerë gjërat, mbajni njëshin dorë, pastaj shtoni zero sa të doni ju, po ama njëshin duhet ta keni, pra një provë duhet ta keni në dorë, një fakt. Deri tani media merret vetëm me llafe, po prova s'ka. S'kemi parë deri tani, s'ka dalë një provë. Ndaj them që t'jenë të kujdesshëm, se nuk është kollaj ta akuzosh dikë. Unë e akuzoj Sali Berishën për probleme politike, e akuzoj që i bëri vendas dhe u dha tokën në pronësi minoritarëve grek dhe e njohu himarën greke. E njoh që fronësoi, legalizoi qëndrimin e majorit asfalit të EIP-it grek, të shërbimit sekret grek, Janullaton e bëri i dha shtetësi shqiptare, tjera. Po këto janë prova, kanë prova për këto dhe mund i them me plot gojnë dhe s'del do të Sali ose mbështetësit e tij të më thotë që zotëri nuk e ke mirë, nuk është e vërtet kjo. Ndërsa për këto që tonë Haklaj, e din ata. Unë di që ajo Zilfi Haklaj, që jeton në Suedi,
gjithmonë ka thënë që unë do të marr hakën e vëllait atë vëllezërve, sa ka nuk e di se sa të është bërkërdia. Në Tropoj janë vrarë afërsisht, nuk e di me saktësi shifrën, po mbi 120 vetë. Djemë të ri të tërë. Pra është ndezur një luftë atje midis fisheve, midis tyre, nuk e di. Diçka e tillë është që hajde kur të shuhet. Ish kryeministin Sali Berisha, e keni parë programin e tij, domethënë deri tani? Nuk e shikoj fare sepse e di që është letër e djegur e s'hargjoj kohën me të. Po pse mendoni që është letër e djegur kur ai është rikthyer nga, po themi, një betejë shumë e gjatë me Lulzim Bashën, një betejë shumë të gjatë me Spakun ku e futi në arrest shtëpie, ku ka nisur një betejë shumë të gjatë edhe me non-gradën që ai mendon se mund ta heqë. Pra si mund të mos merret në konsiderat një personazh i cili në këto moshë lufton dhe nuk rresht të luftuar. Kur e lufton për vete, ai nuk lufton për Shqipërinë. Po të luftonte për Shqipërinë do isha unë i pari do shkoja pas tia. Lufton për vete, zotëri, lufton për kokën e tia, lufton për të shpëtuar veten dhe fëmijët e tij, nuk lufton për Shqipërinë. Të dashur shqiptar, mos mendoni se lufton për ju Sali Berisha, asnjëherë. Sali Berisha 32 vjet që ka qenë në pushtet dhe në opozit, 32 vjet ka punuar për grekët. Jo më larg se sot, pash tek pamfleti, të tëra gjëmat e bëmat që ka bërë Sali Berisha në dëm të Shqipërisë. Që me dhënien e pranimin e Janullatosit në Shqipëri, që me kalimin e kishës autokefale shqiptare në prerin dhe në ombrellën e kishës greke dhe është greqizuar, që me dhënien e pronave me 7.501 pronave të shqiptarëve u adhan në pronësi minoritarëve, që me quajtjen e himarës popullsi minoritare greke e tjera. Pra Sali Berisha e ka mbushur kupën dhe nuk punon për vete, punon për grekët dhe nuk punon për Shqipërinë, punon për vete dhe për grekët, jo për Shqipërinë. Ndaj nuk e marr në konsiderat fare dhe nuk më duhet fare, për mua nuk ekziston. Që të mendoj ndonjëri se do të hiqet non grata, harrojeni. Ku e keni atë Lasivitën? Se në e paraqitën e bëri Lasivitën si kur që ai Aleksandri Madh. Lasivita që një në punës, një Amerikan që erdhi mori $1 milion, edhe këtësit e iku, se s'po duket gjikundi. Pse nuk po duket Lasivita? E dini pse nuk po duket apo jo? Se ju dha urdhri, i than ik largohu nga Shqipëria sa më shpejt mos arrestohesh. Ishtë dhënë urdhri atje dhe ka ikur, se keni këtu. Nga kush ja dha urdhrin? E keni në YouTube, kërkoni se e gjeni të televizioni Shpresa. E keni atje kush ja ka dhënë urdhrin. Që i tha ik, kush ishte ai, tha kryetari i partisë Shpresa Demokrate, që vjen këtu, tha edhe ha drekte shqiptarëve, merr ha lekte shqiptarëve, taksat shqiptarëve, për të hequr non grata Sali Berishës. Kush është ai, tha, kush e llogarit atë? Ai në Amerikë është gjë tjetër veçse një njeri me një shtetas amerikan që ka probleme fiskale me ekonominë dhe me shtetin amerikan. Dhe ka ikur Lasivita, kërkoni gjeni, dakord, shkoni, kërkojeni se po e gjetët,